Futbollisti shqiptar i jep fund jetës pak çaste para ndeshjes, hidhet nga kati i 8. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Australi, ku një futbollist 28 vjeçar shqiptar është hedhur nga kati i 8 i një pallati duke gjetur vdekjen. Shqiptari Mario Bacaj, lojtar në klubin e futbollit Adelaide Eagles, po pritej nga shokët e skuadrës për të shkuar në ndeshje, por lajmi i keq i tronditi të gjithë. Shqiptari dyshohet se është hedhur nga çatia e një bari restoranti dhe përpjekjet e shpëtimit ishin të kota. Zjarfiksit, ambulanca dhe policia nxituan menjëherë në vend ngjarje, por nuk ishte asgjë që mund të bëhej për futbollistin. Bacaj, i njohur edhe në Shqipëri për karrierën e tij si lojtar, la pas një grua dhe një djalë të vogël. Adelaide e tronditur nga vdekja e futbollistit. Shokët e tij të ekipit u tronditën kur dëgjuan lajmin tragjik. Dje në mëngjes, lojtari e kishte paralajmëruar ekipin e tij se nuk ndjehej mirë, duke dërguar një mesazh në grupin WhatsApp rreth orës 10:15, siç është rindërtuar nga Daily Mail. Një sëmundje që nuk ngjalli dyshime dhe që nuk do ta kishte lejuar atë të dilte në fushë në pasdite. Por në orën 16, Adelaide Eagles mësuan për vdekjen e tij. Bacaj ishte hedhur nga kati 8 i një ndërtese në qendër të qytetit, duke u ngjitur në çatin ku ndodhej në bar dhe një restorant. Futbollisti kishte shkuar atje vetëm dhe më pas ishte hedhur në boshllëk për shkak të tronditjes së përgjithshme. Nuk ka të dyshuar për vdekjen e tij dhe autoritetet konfirmojnë se ishte vetvrasje dhe jo aksident. I gjithë ekipi u mblodh në çatinë e ndërtesës për të vendosur mesazhe dhe kurora në kujtim të shqiptarit, një lojtar shumë i dashur dhe i respektuar që kishte jetuar në Adelaide për vite me radhë me familjen e tij.